Përshëndetje Hoxh, a mund të më jepni këshilla se si të filloj faljen, sepse dua, por diçka më bllokon dhe kam frikë të bëj gabime. Përshëndetje. E lusë Allahun e lartësuar që të ta mundësoj ta falësh namazin. Gjithë ne mund të gabojmë. Edhe nëse ke shumë vite që fal namazin, ndodh që mund të gabosh. Nuk ka asnjë lloj problemi. E rëndësishme është ta fillosh namazin. Nëse do mirësi, qetësi në këtë botë, lumturi në këtë botë, fale namazin. Jeta jonë, lumturia jonë është në dorë të Zotit qetësisë. Prandaj, lidhje me Allahun e lartësuar është namazi. Drejt për drejt me të madhin Zot. Prandaj unë të këshilloj që t'ja fillosh namazin. Namazi ka nevojë për vendosmëri. Ndoshta shejtani dikujt mundohet që ta pengoj nga falja e namazit. Mundohet që ta nxis, ta shtyj, pra hajtë se do e filloj nesër, hajtë se ka kohë, hajtë një herë tjetër. Prandaj është e nevojshme që robi në moment pra t'ia lidh dhe ta filloj namazin. Sepse është urdhër i Allahut të lartësuar, a e do Zotin e gjatësisë. Dashuria ndaj krijuesit të gjatësisë shprehet duke i zbatuar urdhëresat e Allahut të lartësuar. Dhe urdhri më i madh mbas shahadetit është falja e namazit. Prandaj, unë të këshilloj që ta fillosh namazin edhe nëse ndodh që bën gabime, nuk ka problem. Nuk ka asnjë problem. Nuk i di suret, nuk i di lutjet. Lexoj me letër para. S'ka asnjë lloj problemi. Filloj namazin inshallah. Allahu i rujt.